Si rrjedh lumi në një tokë sferike? Ato që pranojnë tokën e sheshtë nuk mund të imagjinojnë që lumi rrjedh nga mali në nivelin e detit në një tokë të harkuar, sepse mendojnë që uji nga mali duhet të ngrihet, të bëjë harkun e tokës, të ngrihet sipër dhe pastaj të shkojë në nivelin e detit. Mund të bëjë një eksperiment që tregon që uji asnjëherë nuk ngrihet nga mali deri në nivelin e detit, sado i gjatë jetë lumi, edhe me mijëra kilometra, përsëri, pavarësisht nga harku i tokës, uji bie gjithmonë poshtë. Këtu kemi eksperiment, kemi marrë tokën, kemi dhe malin që është ngrihet nga toka, tek i cili rrjedh një lum edhe shkon deri në nivelin e detit. Pavarësisht harkut të tokës, lumi do rrjedhë nga maja e malit deri në nivelin e detit. Pavarësisht se ky lum kalon harkun e tokës. Ky ofia tregon gravitetin e tokës, e cila tërheq pingull me sipërfaqen e tokës. Por duke qenë se mali ngrihet mbi sipërfaqen e tokës dhe shkon deri në nivelin 0, ai krijon një kënd, pavarësisht harkut që ka toka. Ne do shohim këtu që unë do të rriq këtë ujin vertikalisht dhe megjithatë, me gjithë harku të tokës, uji do rrjedhë deri në nivelin e detit. Do të rriq nga ne do shohim që uji bie në det duke kalu harkun e tokës. Megjithëse duket sikur lumi duhet të ngrihet të marrë këtë harkun e tokës, realisht çdo pikë në vazhdim vjen edhe ulet. Kështu që dhe uji normalisht do afrohet me qendrën e tokës, do bjeri poshtë domethënë. Dhe po të shihet, çdo pikë në vazhdim është gjithmonë më afër qendrës së tokës. Dhe uji tenton të bjeri poshtë, pavarësisht harkut që merr toka apo relief.